Konstantin Gjuvani, akuzuar i kryesor për masakrën e rrugës së Elbasanit, ku mbetën të vrarë 4 persona, është izoluar në burgun e Fushkrujës. Drejtoria e burgjeve bën me dije se dërgimi i Gjuvanit dhe shtetasit e Alcida në këto ambiente është bërë për shkak të mbipopullimit të 2 paraburgimeve në Tiranë, ai Mine Peza dhe Jordan Misja. Sipas drejtorisë së burgjeve të 2 këto ambiente nuk kanë mundësi akomodimi, pasi është e kaluar disa herë kapaciteti akomodues për të dënuarit, ndërsa problemi i mbipopullimit është mjaft shqetësues edhe në qelitë e komisariateve në Tiranë dhe në drejtorinë e policisë së kryeqytetit, ku në një dhomë rrin deri në 10 persona. Një tjetër arsye pse Gjuvani u dërgua në Fushkruj është dhe siguria e tij. Krimi i 4 fishti i 26 vjeçarit në lokalin Ante Grand ka trembur autoritetet duke dërguar në një burg të sigurisë së lartë. Konstantin Gjuvani, djali i ish-deputetes Luiza Gjuvani, është izoluar i vetëm në qeli për arsye sigurie, pasi mbi të rëndon akuza ekzekutimit të 4 personave. Frika nga akmarrja ka bërë që burgjet të marrin masa sigurie, që Gjuvani të mos ketë kontakt me persona të tjerë të burgosur në të njëjtin institucion të vuajtjes së dënimit, përveç shokut të tij Alcida.